është nder për mua me qenë pjesë e këtij organizimi. Pak është hera e dytë që marr pjesë me temën për vakëfët në organizimet e këtij instituti. Mendoj që me trajtimet që janë duke bë vakëfit kohëve të fundit, vakëfi në shoqërinë tonë është duke marrë vendin e merituar, duke pas parasysh se vakëfi përgjithësi ka qenë ai boshti kurrizor, ai shtylla kryesore e një shoqërisë islame në përgjithësi dhe asaj osmane në veçanti, pjesë të cilës kemi qenë edhe vetë ne. Vakëfi me gjitha këto llojet e vakëfëve kanë qenë mbështetësit kryesor të shoqërisë islame, qytetërimit islam përgjithësi dhe atij kosovar në veçanti. Pjesë e këtyre llojshmërisë së vakëfëve, padyshim që janë edhe vakëfët monetare, e cila vjen si rezultat i një nevoje më fleksibile financiare. Vakëfi në periudhën osmane, vakëfi monetar në periudhën osmane, në fillim është themelu kryesisht krahas vakëfeve të paluajtshme. Ndërsa në periudhat e mëvona, konkretisht mas periudhës së Tanzimatit, vakëfin e shohim më shumë të themeluar edhe në mënyrë të ndarë nga vakëfet e paluajtshme, por vetëm si vakëf monetar me qëllim të mirëmbajtjes së vakëfeve të themeluara më herët. Çështja e vakëfit monetar, ashtu nuk du me i shumë çështjet e jurisprudencës islame, sidoqoftë ka qenë një debat i madh në mes të dietarëve musliman, ndër më të mëdhenj padyshim Imam Abu Hanife, i cili e kishte mendimin se vakëfi monetar nuk lejohet, kishte mendimin që nuk lejohet, përderisa dy nxënësit e tij, Ebu Jusufi dhe Muhamedi, Imam Ebu Jusuf dhe Imam Muhammed, e kishin mendimin se vakëfi monetar lejohet, edhe Perandaria osmane, duke marrë bazë mendimin e këtyre dy dietarëve, e kanë nxjerrë edhe mendimin që vakëfet monetare lejohen. Ky debati për vakëfet monetare në Perandarinë osmane, rikthehet në shekullin e 15-16, ku disa dietarë fillojnë debatin sa të lejohen apo të ndalohen vakëfet monetare, derisa në skendel në atë kohë një dietar i madh i Perandarisë osmane, Ebu Sud Efendiu, i cili vjen me mendimin se vakëfet monetare lejohen, do të thonë legalizon vakëfet monetare, dhe i shes si të dobishme për shoqërinë edhe për shtatën, thotë, edhe me nevojat e kohës. Vetëm se kushti ishte pra që personi i cili e themelon vakëfin mos përfitoj ai, mirë po përfitimi të ndahet për të mirën e shoqërisë. Si thashë edhe më herët, se tema ime është të fokusuar më shumë rreth shekullit 19-20, pra fundit e periudhës osmane, me qenë se gjatë kësaj periudhe i hasi më shumë vakëfet monetare, përderisa në periudhat e mëhershme, në raste më të rralla, do të thonë themelohen krahas vakëfeve që veç krahas vakëfeve të paluajtshme, konkretisht xhamive, medreseve. Pra një person nëse dëshironte ta themelonte një vakëf, ta ndërtonte një xhami ose të ndërtonte një medrese, duke pas parasysh shpenzimet që mund të vinin për këto institucione, atëherë themelonte edhe vakëfe tjera të cilat gjenerojnë të ardhra. Në fillim, kryesisht vakëfet që kanë gjeneruar të ardhra kanë qenë dyqanet, shumicën e rasteve, ndërsa pjesën e fundit më shumë hasim edhe
vakëfe, më shumë asin vakëfe monetare. Ndërsa kishte edhe të tjerë, cilët krahas dyqaneve dhe vakëfeve të cilat sjellin të ardhura, themelonin edhe vakëfe monetare. Kapitali i vakëfit monetar japej me një lloj huaje, nëse mund ta quaj, në turqisht, në gjuhën osmane, në fakt në dokumente është një farë formule që thuhet është ona on bir buçuk në 11.5, më thonë ishte një farë përfitimi i cili në literaturën osmane për të ruajtur nga termi riba, më thonë kamat është ndiru si ribë, një farë përfitimi i cili më vonë i dedikohej institucioneve të ndryshme fetare, por edhe qytetarëve të vendit. Në këtë formë, kapitali i themeluar, më thonë nuk prekej, mirë po, financimi bëhej vetëm me ato të ardhurat nga ky lloj vakëfi. Për me pas më të qartë dhe mira më shkurt, i kam sjell disa shembuj konkret nga vakëfet e themeluara në Kosovë. Ndër të parët padyshim është edhe Mahmud Pasha bin Tahir Pasha, i biri Tahir Pashës nga Prizreni, antari familjes Rrotlla të Prizreni, familje e njohur. Ky ka themeluar disa vakëfe, ka ndërtuar dhe xhamin, ka lënë edhe dyqane, të cilat kanë sjellur të ardhura. Mirë po, përveç këtyre, ai ka nxjerr, ka themeluar edhe një vakëf monetar në vlerën prej 15.000 kurush të asoj kohë. Përfitimi nga ky investim diku dilte përafërsisht 2250 kurush në vit. Dhe nga këto të ardhura pagua imami i xhamisë saj kishte themeluar, mëderrisi në medresën e tij, gjithashtu një pjesë e të ardhurave nga ky vakëf i jepeshin edhe studentëve të cilët ishin ose nxënësve të cilët ishin në medresën e tij, të cilët në çdo vit ishin sipas një lloj, nëse mund ta quaj marrëveshje, ishin të detyruar të lexonin nga një hatme Kur'an dhe atë hatme një pjesë të hatmes së Kur'anit t'ia dedikonin vetë themeluesit dhe familjarëve të tij. Një rast tjetër është, të cilin e kam përmend edhe, nëse nuk gaboj edhe herën e kaluar kur kam marrë pjesë në konferencën që ishte për xhamit, është Shehzade Hanëm nga Gjilani, e cila fillimisht e ndërton xhamin dhe pastaj për të mbuluar shpenzimet e xhamisë e themelon një vakëf në vlerë prej 4.000 kurush. Këtu sa për ilustrim i kam sjellur edhe ato dhanat se si ndashin ato pagat ditore për punonjës të këtyre institucioneve, këtë rast të xhamisë. Fitimi gjeneruar nga ky vakëf monetar ndahet në këtë formë, müteveliu ose mbikëqyrësi i vakëfit merrte 40 akçe në ditë, imami 60 akçe në ditë, hatibi 60 akçe në ditë, muezini, fakt 2 muezinet, ishin atë kohë 2 muezin, merrin nga 15 akçe në ditë, edhe kajumi ose mirëmbajtësi i xhamisë, i cili merrte 10 akçe në ditë. Një pjesë e fitimeve gjithashtu shpërndaj edhe për ndezjen e kandilave në Ramazan, edhe në Bajram dhe netët e mëdha fetare, për mirëmbajtjen dhe renovimin e xhamisë kurdo që kishte nevojë. Po. Miratësh, me qenë se jemi shumë krejt fund, po e marr edhe një shembull nga periudha e fundit, fakt vakëfi i fundit monetar i themeluar në periudhën osmane, i takon vitit 1911, është nga Orhania, ose Kaçaniku, në fakt nga Kaçaniku, po, Murad bin Ibrahim, dhe në fakt 2 persona, Shaban bin Nezir Aga, themeluan një vakëf monetar prej 2.000 kurush. Dhe më kishte raste edhe kur individ saktuar nga 2 persona, ka raste edhe nga 4, sipas vakfive që kam hasur, ku i bashkojnë financat e tyre dhe themelojnë një vakëf, edhe
Edhe ky vakëf pra duhet të funksionante sipas asaj formule që ka më lart, në 10 ishte 11.5 ishin të ardhurat. Në këtë vakfie është një specifik që e përmend të themeluesit, thonë që nuk duhet të jepeshin, huaja nuk duhet të jepej personave që mund t'i kërshpërdorin, gjithashtu edhe për cilët dihet që nuk kanë mundësi t'i kthejnë. Për fund, vakëfet monetare në Kosovë përbëjnë një kapitull të rëndësishëm të historisë socio-ekonomike osmane në rajon, ato të regojnë shkallën e zhvillimit urban, rolin e xhamive, medreseve dhe institucioneve fetare, strukturën e solidaritetit shoqëror, përpjekjet për krijimin e mekanizmave të qëndrueshëm financiar dhe aftësinë e shoqërisë osmane për të përshtatur me realitetet ekonomike të ndryshme. Mirë, për mos më gjatë më shumë. Faleminderit.